Përshëndetje Mirvete. Përshëndetje Albana, por ju në studio dhe gjithë shikuesit e Radio Televizion Shqiptar. Si përshkon atje procesi zgjedhor, a janë shënuar problematika? Deri në këto moment, ne raportojmë jo vetëm për Radio Televizion Shqiptar, por edhe për Radio Televizion në Kosovës, nuk është regjistruar dhe një incident më i vogël këtu në komunën e Suarek. Jemi zhvendosur në nga fshatrat më të vegjël të kësaj komune, jemi në Stravuçin, aty ku janë të regjistruar 100 banor rezident, ndërsa kanë të drejtë vote në këtë qendër votimi 239 votues. Deri tani kanë votuar gjithsej 70 votues, duke llogaritur me zgjedhjet e 9 shkull. Është një përqindje e madhe e votuesve në këtë qendër votimi, pasi kjo shkollë nuk funksionon. Tash e 3 vjet, ndërsa nxënësit që mësonin në këtë shkollë, 10 nxënës zhvillojnë mësimin e tyre në fshatin Molan, që ndodhet shumë afër fshatit Stravuçin. Edhe në Budakov, një ndër fshatrat më të thella malore, procesi zgjedhor është duke u zhvilluar në rregull, edhe në atë fshat të regjistruar 1800 banor për të hedhur votën e tyre në atë qendër votimi, ndërsa kishin votuar rreth 400 banor. Vrehet, për shkak të pranisë mërgatës në këtë komunë, vrehet në numër i madh i qytetarëve që janë drejtuar qendreve të votimit deri në këto momente në komunën e Suarekës. Duke ju referuar edhe përvojave të zgjedhjeve të shkuara, cila është pritshmëria për këtë zonë sa i përket pjesëmarrjes në votime? Kujtoj se kanë mbetur diçka më pak se 5 orë për të ushtruar të drejtën e votës. Në fakt nuk ishte shumë optimist për një numër të madh të votuesve drejt qendrave të votimit, por përmirësimi i kohës, ngritja pak a shumë e temperaturave dhe nuk ka rreshje, është ftohtë, normal që është ftohtë pasi është zonë malore, por ka një fluks, tash vret një fluks në të gjithë qendrat e votimit në komunën e Suarekës, sidomos në zonën urbane, ku janë 3 qendrat më të mëdha të votimit, vret se ka një dyndje të qytetarëve, të cilët kanë shprehur vullnetin e tyre për të hedhur votën për legjislaturën më të re të vendit të Kosovës, që do të dalë pas ditës së sotme. Partitë politike, a kanë shfaqur pretendime në lidhje me votimin në këtë zonë, por qoftë edhe me rezultatin? Dëgjoj, partitë politike ditën e sotme nuk kanë të drejtë absolutisht të bëjnë fushat zgjedhore. Ata kanë hedhur votën e tyre familjarisht, ju janë drejtuar qendrave të votimit dhe nuk janë pak. Janë 24 subjekte politike të cilët do të garojnë për zgjedhjet parlamentare të Kosovës dhe kandidatët vetëm kanë shprehur dëshirën e tyre të dalin masivisht në zgjedhje dhe të votojnë për cilin të duan. Nuk kanë, tash për tash, nuk është vërejtur as prania e tyre, të paktën për kohën sa kam raportuar unë në komunën e Suarekës, nuk ka prani të subjekteve politike në qendrat e mëdha të votimit. Ndoshta më larg vret, por këtu në Suarek nuk ka prani të subjekteve politike në qendrat e votimit. Falenderoj Mirvete për këtë raportim të drejtë për drejtë nga Suareka.